Aktivistja e njohur shqiptare nga Sanxhaku, Amina Numuraj, është ndaluar nga autoritetet serbe në pikën kufitare të Brnjakut. Përmes një postimi emocional në profilin e saj në Facebook, Numuraj ndau me ndjekësit përvojën që pati gjatë udhëtimit të saj mëngjesin e sotëm, ku thekson se ndalimi i saj nga policia kufitare e Serbisë ishte motivuar politikisht dhe i lidhur me angazhimin e saj publik për të drejtat e shqiptarëve në rajon. Sipas deklaratës së saj rreth orës 07:25, autobusi me të cilin ajo po udhëtonte ndaloi në pikën kufitare në Brnjak. Siç rrëfen Numuraj, procedurat fillimisht vjua normalisht me dorëzimin e dokumenteve nga ana e shoferit, megjithatë pas një ndërprerje prej 20 minutash, një oficer serb hyri në autobus dhe eftoi atë të zbriste, duke e shoqëruar në ambientet e ndihmëse të policisë sipas saj. Donë se situata ishte e tensionuar dhe qëndrimi i saj u zgjat për më shumë se 15 minuta, nuk pati asnjë formë sjellje të ashpër nga ana e zyrtarëve policor. Dora në zemër, policët ishin shumë të kuturuar, ku nuk pash asnjë gjuhë urrejtje ndaj meje, shprehet ajo në postimin e saj. Megjithatë ajo vëren se të gjithë pasagjerët e tjerë të autobusit u mbajtën për rreth 35 minuta, vetëm për shkak të pranisë së saj. Ajo shton se e njëjta situatë është përsëritur edhe gjatë kthimit të saj në të njëjtin vend kalim kufitar, ku prapë është ndaluar për afro një orë dhe i është kërkuar të dorëzojë dokumentet. Ky ndalim, sipas Numuraj, është i lidhur ngushtë në angazhimin e saj të vazhdueshëm në mbrojtje të drejtave të shqiptarëve dhe aktiviteteve publike që ajo zhvillon për të mbitur zërin në emër të komunitetit të saj. Jam i lumtur sepse jam një nga ata njerëz që ndalohen nga policia serbe, sepse punoj për kombin tim, shprehet ajo me krenari, duke shtuar se nuk ka ndërmend të ndalet përballë presioneve dhe pengesave të tilla. Në postimin e saj, Numuraj përmend se përkundër ndalimit të vazhdueshëm dhe tensioneve të shumta që ka përjetuar, nuk ka marrë asnjëherë për krahje publike nga ndonjë politikan shqiptar që jeton dhe vepron në Serbi. Kjo hishtje institucionale ka lënë të zhgënjur, por jo të thyer. Është për të ardhur keq asnjë politikan shqiptar në Serbi nuk ka reaguar ndonjëherë ndaj situatës sime, shkruan ajo. Sidoqoftë, Numuraj thekson se fuqinë dhe motivimin për të vazhduar e gjente Zoti dhe të flamurit shqiptar, të cilin ajo e shuan simbolin e jetës së saj dhe për të cilin është e gatshme të përballet me çdo sakrificë. Aktivistja nga Sanxhaku është e njohur për qëndrimet e saj të forta kombëtare dhe për përfshirjen e vazhdueshme në nisma që lidhen me identitetin dhe të drejtat e shqiptarëve në Serbi. Në postimin e saj, ajo e përshkruan veten si një bij që ecën me kokën lart me krenari për kombin dhe flamurin e saj, duke theksuar se çdo ndalim apo përpjekje për ta friksuar vetëm sa e forcon më shumë. Pavarësisht trysnisë që ajo thotë se përjeton, Numuraj shpreh vendosmërinë për të mos u dorëzuar përballë vështirësive, edhe pse më kanë sjell tashmë në murin ku me zima frym për shkak të aktiviteteve të mia për kombin tim, flamurin tim dhe popullin tim, unë as nuk do të ndalem dhe as nuk kam ndërmend të ndalem, deklaron ajo me vendosmërinë. Në mbyllit të postimit, Numuraj shpreh besimin e saj të palëkundur se përpjekjet e sakrificat që ajo po bën sot do të shpërblehen në të ardhmen, jo vetëm për veten e saj, por edhe për brezat që vijnë. E di që nesër trashëgimtarët e mi do të kenë një emër që do t'u hap të gjitha dyert, shkruan ajo, duke lënë të kuptohet se rruga e saj nuk është thjesht personale, por pjesë e një qëllimi më të madh kombëtar. Rasti Aminos ka ngjallur reagime të shumta në rrjetet sociale ku shumë qytetarë e kanë përgëzuar për guximin dhe vendosmërinë, ndërsa të tjerët kanë kërkuar që autoritetet shqiptare dhe përfaqësuesit politik të shqiptarëve në Serbi të reagojnë dhe të adresojnë më fuqishëm çështjet e të drejtave të komunitetit shqiptar në këtë shtet. Deri tani nuk ka pasur ndonjë deklaratë zyrtare nga institucionet përkatëse në lidhje me incidentin. Ky ndalim nuk është rasti i parë i trajtimeve të tilla por shqiptarët që shfaqin angazhim të dukshëm në çështjet kombëtare, por rasti i Numuraj vjen si një kujtesë e fortë e tensioneve të vazhdueshme etnike në rajon dhe i sfidave me të cilat përballen aktivistët shqiptarë që veprojnë jashtë kufive të Shqipërisë së Kosovës. Ndërkohë që ngjarja vazhdon të komentohet gjithësisht, mesazhi i Aminës mbetet i qartë. Për sa kohë që kam një jetë të shkruar nga Zoti dhe Zoti është në mua, njerëzit nuk mund të më ndalojnë një thirrje për shëndres, krenari dhe përkustim ndaj idealit kombëtar.